kur shqiptarët nuk ishin as shtet, as përfaqësim, as am Prishtina, ngriti zërin në Parlamentin Osman për të mbrojtur të drejtat e kombit të tij. Si ideolog dhe organizator i kryengritjes së vitit 1912, ai hartoi kërkesat që më vonë do të zhndroheshin në bazë për shtetin shqiptar. I përndjekur dhe i tradhtuar, ai nuk hoqi dorë kur nga ideali i Shqipërisë të bashkuar dhe të lirë. 3 arsye pse quhet patriot i madh. Luftoi politikisht për të drejtat e shqiptarëve në perandorinë osmane. Organizoi kryengritjen e vitit 1912 me program kombëtar. Sakrifikoi jetën për bashkimin dhe pavarësinë shqiptare. Në fillim të shekullit 20, ndërsa tokat shqiptare kërcënoheshin nga coptimi, Isa Boletini u ngrit si një nga figurat më të vendosura të rezistencës. Ai udhëhoqi çetat kryengritëse në veri dhe qëndroi në mbrojtje të trojeve shqiptare kundër forcave osmane, serbe dhe malazeze. I pranishëm në shpalljen e pavarësisë në Vlorë, ai mbajti armët si simbol i vendosmërisë për ta mbrojtur Shqipërinë me çdo kusht. 3 arsye pse quhet patriot i madh. Luftoi me armë për mbrojtjen e trojeve shqiptare. I kontribuoi drejt për drejt shpalljes së pavarësisë. U bë simboli i qëndresës dhe trimërisë shqiptare. Në 1913, kur Shqipëria ishte ende nën kërcënimin e shteteve të huaja dhe ishte në prag të ndarjes, Bajram Curri u ngrit si një figurë e padiskutueshme e rezistencës. Ishte udhëheqësi i malësorëve të veriut, që luftoi për të mbrojtur kufijtë dhe identitetin shqiptar, duke u përballur me forcat serbe dhe malazeze. Ai e çmonte më shumë unitetin kombëtar se sa politikën dhe vendosi Shqipërinë mbi çdo interes lokal, duke u bërë simboli i qëndresës së shoqërisë tradicionale shqiptare. 3 arsye pse quhet patriot i madh. Luftoi për mbrojtjen e kufive të Shqipërisë. Ndihmoi për mbrojtjen e pavarësisë në vitin 1912. Simbolizoi forcën dhe bashkimin e popullit malësor.